Angela dhe mësova më në fund të ujis lullet e mia, që të mos I kemë më viktimat e mia, po të bëhemi shok. Ndihem sikur avash po ja marr dorën, ndihem sikur mësova, kam filluar t'i vadis në mëngjes, kur ka diell më keni thënë që nuk bën t'i vadis, plus mami më tha që po t'i vadis në darkë, shtojnë më shumë mushkonjat, kështu që kam filluar çdo mëngjes të vadis lulkat e mia, edhe kemi filluar të krijojmë një shoqëri, realisht. E dini çfarë, që kur kam filluar t'i vadis edhe të hedh shumë ujë tani në behar, kam filluar të më japën rezultate, po ma kthejnë dashurinë që I jap. Jam kaq krenare. Ato po, është I sheva ato. Barerat. Ato pastrojnë. I pastron buri ato. E dini që këtu, e kam këtu që kur e ka sjell Albiona edhe nuk e kam spostuar. Dhe është turp, më kaluar 2 javë. As nuk e kam spostuar të çoj që këtu te guzhi asgjë. Do marrim sot frutaj dhe e hap më në futet e provoj. E dini çfarë njerë, sevëm nga Costiera Amalfitana, edhe më kishte plasur shumë punë. Plus që kisha të editoj videon që e pati ishte një video gjatë, u munduam të fusëm shumë dashuri te ajo video. Po kishin erdhur edhe punë të tjera, bashkëpunime njërin tjetër. Edhe më kaloi java kështu, duke bërë lavatrice, duke u marrë me bashkëpunimet, me emaile, me shtëpinë, me njërin me tjetër. Mi iku gjithë javën. Nuk e kam kuptuar kur e kam mbyllur vlogun e javës të kaluar. E kur po hap dëri. Kuptova. O Lulusi, tani do dalëm, tani. Do të marrëm himen. Ikëm shpejt e shpejt pim kafen. Duke të rinë. 25 gradë janë brenda në këtë shtëpi. Erdhi vapa plasja. Dhe me vapan kanë erdhur edhe 2 pako temu, kështu që le të bëjmë një haul. Janë kryesisht gjëra për shtëpi që kam marrë. Për përdoruesit e ri të Temus kam edhe një kod që mundeni ta përdorni e mund të përfitoni 100 euro kupona. Këto kuponat funksionojnë që ju bëni një porosi, edhe keni në një porosi 20 euro ulje, 10 euro, 30 euro, varet çfarë kupona do ju bje. A është vetëm për përdoruesit e ri, do me thënë për njerëz që nuk kanë porositur herë tjetër nga Temu, do më duhet një 4. Po më masakrojnë mushkonjat e shkreta. Sa është ajo derja? Tu që t'jete paketuar kështu, duhet të ketë diçka qelë që supozoj. Yes! Shikoni, mora këto 2 që e vën kështu, është njëra për vajin, e hap këtë edhe mbyll, e tjetra është për usullën. Kanë këto detaje të gold që shkojnë super shumë me shtëpinë time. Janë edhe mjaft të mëdha, mendoja që do ishin më të vockla, por jo, super approved këto. Ka brenda gjatë të printuara këto stickers që t'i vesh si për të shishkat edhe të dish çfarë ke brenda. Këtë gjën këtu e kam. E isha blerë mjaft më shtrenjtë se e ka Temu. Këta mundeni ta përfitoni me 1 euro me kodin tim përsëri për përdoruesit e rinë edhe në 24 orët e para që do hapni linkun. Mund ta përfitoni ose duke përdorur kodin ose me linkun që do ju lej poshtë description box. Edhe kjo është një çantë për udhëtimet tuaja që mos ju bëjnë ta paguani çantën, është nëpër masat e duhura. Është e zezë dhe ka pafund kompartimente. Kur ikën në Greqi dini që nuk marr valizhe, kështu që më duhen to. Edhe ka pjesën këtu për laptopin, ka për rrobat, një pjesë tjetër që të vesh këpucët për shembull, pafund xhepka. Pastaj mora diçka që duhet gjithmonë, letrat këtu për air fryerin. Kisha marrë para një 2 vjetëve përsëri nga Temu, edhe kam akoma aty. Durojnë gjithë ato kohë, duket këtu brenda janë 100 cop. Kjo këtu nuk e di as që ekziston diçka e këtillë. E mbani mend që desha të laj ato këpucët e mia. Samba, gjeta këtë, që fut këpucët këtu brenda, e shikoni çfarë materiali ka. I fut këpucët këtu brenda dhe këtë, pastaj siç e ke, merr e fut në lavatrice bashkë me këpucët brenda dhe nuk prishën këpucët e tua, por nuk bëhet pjesë dhe lavatricia. Gërshar guzhine, kam gërshara guzhine, por nuk janë kaq të bukura edhe estetik sa janë to, përsëri me detaje gold. Kam disa të zeza me blu që nuk më shkojnë fare, edhe pash këtë e thash, I need them in my life. E shikoni tani sa bukur që do shkojnë të gjitha me njëra tjetrën. Pastaj, çfarë tjetër? Sa e bukur që është kjo! Mora këtë gjën këtu, që vej dhe këta sipër në formë kapaku për ta mbyllur, e vetë brenda çdo gjë, oriz, kafe, sheqer. E pastaj do duken të gjitha gjërat rregulluara të bukura. Përsëri qelç, është edhe më kollaj për të pasuruar se sa gjërat plastike. I kisha haruar që mora këto. Gjithë setin e ri e kuzhinës. Bowls. Më pëlqen shumë ASMR, okej. Përgatuan, I ke në email gjërat që ti mizurosh direkt brenda. 3 përmasa të ndryshme. Atë një herë në vit që vendos të bëj ndonjë tortë, ndonjë bukë, ndonjë gjë. Po mundojmë të kapnjor të gjitha gjërat për kuzhinën.
Vazhdojmë në të njëjtën temë. Mora këto tani, që janë edhe këto për mizura, që të mezurosh ku e di unë qumshtin, mielin, sheqerin, ta ngjyrën druri shumë të bukur edhe janë gold përsëri, që të shkojnë me të gjithë estetikën e kuzhinës, edhe këto ja adoroj. Jam ka shumë e lumtur nga zgjedhjet e mia. Vetë kam zgjedhur, po i kam haruar. Prap diçka gol. Po ta shoh njëri këtë hol, do thotë, "Oh, sa gatua ka kjo goca." Kjo është përsëri për të vënë mielin, ka edhe kjo mizura, e pastaj e shtyp tu, edhe është si sitkë për mielin. E dini kur e ka lënë mielin kështu, e dini juve, po nejse. Nara Sweet Vibes. Kjo që thoni është keramik si material, jo plastik sepse ka të temët e plastike, nuk më pëlqen shumë ai si vibe, edhe është që të vesh letra, facoleta, lobit. Këtu ka marrë këtë gjën që është për lushen time, është një krer për ne që kemi kafsh në shtëpi, është elektrike, ka brenda kabllin e karikimit, për e kref qenin e pastaj ka këtë që ta shtypësh, ja heq qimet nga kreri, që mos rish ta bësh ti kështu me dorë, tuk, edhe i heq vetë automatikisht. Tani sidomos Milo ma mbush shtëpinë mua këtu ma bën. Morë pastaj këto, që ta vë jashtë te lulkat e mia, te shqiponja kryesisht. Edhe ta lidh shqiponjën avash te kjo që të duket më bukur se tani kam vënë një gjë druri, pa piklidhje që kisha gjetur aty të obori. Shumë material i mirë ka, stil lino, edhe është për të shtrydhur gjëra. Pse jo, kjo do jetë më praktike besoj. Dhe pastaj morën një dy gjëra të tjera ndryshe, aksesore. Që është një byzylyk shumë i bukur. Kjo hapet kështu që i bën çdo lloj dore. Shumë I like këtë. Edhe në dimër ta vesi për një këmishë i jep diçka. Më duket që po marrim pako tjetër, sepse po shoh një fugon. Burr, hajde pak se më duket më arriti pako. Mora edhe këto vethkat, janë të vockla, lulka gold, të gjitha gold. Dhe gjëja e fundit që mora, për mua ishte po. Është ky ripi, e kisha gjetur në të përdorurat një, marrin te i madh si përfundim. Të shohim po na bën tani kjo. E shikoni, e vën ku të duash ti, e bën sa të madhe të duash ti, edhe më poshtë, më lart. I like it. Të ishin të gjitha gjërat. Si ju thash do keni kodin poshtë në description box. Tani vazhdojmë të mbledh kaosin. Super. Coachella vibes. Kur do shkoj unë në këtë Coachella? Një koncert të paktën, diçka. Të vesh gjithë këto gjërat e bukura që kam. Dhe përveç se rumuje, vajtëm në mëngjes blevëm edhe fruta verdura. Sa unë kishte marrë malli të bëj këtë rutinën që të shkojmë në burin të blejmë gjëra. Të gjitha këto duhen lar, e duhen në përvende, pse e bën e vapi do na prishin këtu jashtë. Morëm qershia me kilometër 0. Janë të shtrenjta, janë 10 euro kilja. Nuk quhen qershi, quhen duroni këtu. Janë më të mëdha se qershia në përgjithësi këto. Edhe bën këtu afër tek e zona këtu afër. Do me thënë kilometër 0, ta dini në restorantet e përdoren shumë si term. Do me thënë që ushqimet që ti do hash në ai restorant janë të prodhuara rreth e rrotull, nuk janë të importuara nga larg. Unë preferoj të njemi herë nga shalqini. Shalqini më jep shumë bezdi edhe për ta hapur, e për ta prerë, e për ta ngrënë me gjithë ato fara. Nuk bën fare për mua. Specka të mirë ka për kuskuset. Kunguj, këtu se dua t'i bëj të mbushura si mi bën mami në Greqi më pëlqejnë shumë, me orize me kima, mollka, bashkë me karota edhe seleri që të bëjmë më në fund me centrifugan që na solli Albiona me gjestin ta përdormë në fund të pim fruta të freskëta, sidomos tani. Që erdhi kjo vapa, nuk dua fare gjellura, nuk dua asgjë të ngrohtë, as makarona, dua ta gjithë ditën gjëra të freskëta. Morëm shumë gjëra, morëm pastaj vezë, kastravec, qep, domate, plot. Buri mori këtë kastravecin, që duket si pjepër, për njerëz është kastravec. Ai the që është kastravec i ëmbël. Mua më duket sikur e kishim provuar e njëherë tjetër, por nuk e mbaj fare mend. Nuk e di tani, duhet ta provojmë, ta shohim në shije. Ndoshta pa lëkura është më e mirë. Njerëz është diçka pa kuptim. Shi verdurë, po që ka shi fruti. Te truri im nuk ka kuptim. Nuk ka shi keq, thjesht mua mbase më pëlqejnë gjërat klasike. Gjithsesi. Ty të pëlqevi që e more? Shumë, super, kjo ka rëndë. Barabar Klajdi mori vetëm një sa për veten e vet. Unë i thash nuk jam kurioze të provoj. Do dalim përsëri sepse duhet të shkojmë në Tigota. Kam mbaruar disa ilaçe detersive njëra në tjetrën. Edhe në mëngjes bëra një gjëra më të përdorura. Kot, se isha aty afër. Nuk gjeta kush e di çfarë. Në dimër në përgjithësi gjejmë shumë gjëra, por mora këtë që është për të fshirë enët. Ka këtë qepje këtu, shumë delikate, është lino. Duhet të jetë 100% lino kjo. Mora edhe një tjetër një herë tjetër që e kam të vendoj atë rrugë, pastaj më pëlqen shumë. E më pëlqen shumë edhe si materiale të gjitha, e thash hajde po e marr këtë. Ishte
edhe 2,5 €. Gjunafa është Alia. E di çfarë dua? Unë dua një krema kafe. Kam pa i pirë një vit. Do krema kafe ti? Po. Ka se krema kafe do të marrë punë. Shikoni këtu situata me pakot ka denigruar. Kande. Tororo. Nesër duhet edhe të pastroj. Kam të bëj shkallën. Erdhi ajo periudha që mbushet me rimanga dunjaj. Duhet të bëj këtu oborin të heq me rimangat se të shpifet jeta. Shifni këtu me rimanga. Kam marrë me vete edhe pumat që më blevi Albiona për ditëlindje. Dua të shkoj te qendra tregtare të shoh po dëgjoj numrin 37, po mund ta porosi si që shtek. Duhet të shkojmë edhe te Nespressoja të marrim kafe se ka ngelur vetëm 3 kapsula. Edhe po, këto janë gjërat që do bëjmë. Kemi marrë edhe kapsulat me vete, të gjitha ato që kemi pirë që kur blevëm Nespresson që t'i hedhëm këtu në plera. Ti riciklojmë. Dua të provoj këtë të rënjë që ka dalë me pistakjo. Duhet të jetë kjo këtu. Më pëlqen shumë edhe kjo gotka, po unë nuk pi asnjëherë kafe me vete në makinë për shembull. Si përfundim mora pumat e kuqe, numër më të vogël. Provova edhe pumat kafe, por nuk e dita, ajo puca sikur nuk ishte kuptim ajo ngjyra kafe. Provova edhe disa sambat të tjera kafe. Më thoshte Kledi merr sambat se ma shpife me këto pumat, merr sambat. Erdhi edhe ai shitse më thoshte po do një këshill merr Adidas për mua, ato sambat, mos merr pumat. Tha nuk e shesim këto pumat. Si përfundim i thash dua pumat e të kuqet. Edhe Kledi në atë moment ma bëri këpucë të shpifura. E po qeshte i shkretit se tha me shpirta ka thënë burri jot këtë gjë. Tash e di po s'ka problem, unë ato dua, edhe ato mora. Edhe krema kafe, të gjitha në këtë jetë, pa fare. E kishe lënë dritën e ndezur. Vajti të më thres tani. Vajti të më thres, po e ka lënë ai dritën e ndezur. E ke lënë dritën ndezur? Se kam thirrur unë. E ke një herë. Kur? Gjithmonë. E dini si ikën lekët kot më koti. Tani ne vajti te Lidli. Edhe bleva atë për me pre. E po tregoje. Për me heq lulet, ja ti. Për me heq lulet, po. Edhe Angela ka i diçka shumë të keqe. Unë flas me një person, përgjigjet Angela. Dhe Angela të sqaron. Pa e pyetur, unë po pyes personin, edhe po blinim atë. Thot ajo punëtorja, mbaje shkontrinën edhe mbaron fjalën Angela, se të duhet për garancinë, E dini pse? Sepse para se të ndodh kjo, se Kledi thot gjysmën e gjërave. Mori këtë, okay, që mirë beri që e mori, ishin 25 € këtë dallaleku, por mirë beri që i heq me dorë. Edhe kjo shiteshe veç bateria. E i tha jo goca, doni veç baterinë apo doni baterinë me karikusin e vet? E Kledi ishte kështu, baterinë me karikusin e vet. Po çfarë di unë po e kam karikusin? Okej, ajo të pyeti sepse një njeri tjetër ka 10 të këtilla edhe ka karikusin e baterisë, do vetëm një bateri. E ti ish atje, e prandaj ja sqarova unë pastaj pse më tha, po unë shëroj por që blej, thash, po ti, ka njerëz të tjerë që ka bler tjetër. Ço ku e di ajo ti çfarë ke bler, ç'as ke bler? Po mirë, më skontrinën për garancinë pse më shëroj. Nuk e di unë që skontrinën është garanci 2 vjet. Kështu që Jam 37 vjeç grua. me që 37 vjeç që nuk kuptove pse të thata me baterinë edhe karikusin e baterisë, tash të ta sqaroj atë tjetrën. Unë e kuptova, po nuk kuptoj ç'a logjike ka që mos të Se ti herën tjetër që do blesh tjetër produkt, prap do e blesh edhe karikusin e baterisë. E ke, do e blesh karikusin prap? Po, du karikusin. Pse? Pse du ti karikoj bash? Po, do pagosh 10 € kot. Prandaj ja sqarova pastaj edhe atë. Kushton ti një lloj bash. Nuk kushton të një lloj. Do pritemi. Na më €90 Ik. Turtëvi. Mua caron nervi, sa kalon koha e petlla më keq po mbet. Na edhe karikusin e baterisë. U acarove ti? Do të kaloj, po acarove. Le të thonë të gjithë çfarë të duan. Çdo njeri ka preferencat e gustot e veta. Mua kjo kpuca më pëlqen. E adhuroj. Shikoni këtu sa outfite të bukura do mundem të bëj unë me atë atlet. Te Nespresso pastaj. Këto të reja që kanë dalë që janë pistachio edhe vanilja, e provuam edhe atje. Mua më pëlqevi Kledi kjo është. Mora një me karamel, do ju them gato që provova disa herën e kaluar. Kjo me karamel ishte mirë. Me e preferuar ai me nga të gjithë ato që kam provuar deri tani është kjo me roasted hazelnut me lajthi. Edhe mora edhe këtë, që edhe kjo është e re, është për kafe të ftohtë apo stafar. Ice leggero. Dhe në tigota së fundmi, mora letra kuzhine, qeska për kam kateluçes. E shikoni si kanë lekët kot, nuk po shijon gjë, kot. Vetëm një gjë që unë realisht shova. Janë këto, po këto janë dhuratë, nuk e se i bleva. Ilaç për enët, një napizan, ta për zhbllokimin e tubave, lines, mora këtë davin, duke qenë që ishte me ulje, kam tani po, kur i gjej me ulje i marr gjërat. Mora këtë, me zër po pres ta provoj, është nga marka Zif, Zif, nuk
e di si quhet. Është kjo gjë e re, nuk e kisha parë asnjëherë. E thotë që mund të pastrosh çdo gjë. Kuzhinën, biçikletën, xhamat, llakat, rubinetat, gjërat elektronike, domethënë televizorin, laptopin, njërin tjetër, çdo gjë. Kështu thot këtu. Kështu që mora këtë me parfumin lavanda edhe eukalipto dhe gjëja për të cilën edhe këtë e gëzoj, jam shumë excited. Është kjo shampoj. Atëherë nuk kam thënë që ju futa pak të provoj shampo të ndryshme derisa të gjej rehatin tim. Edhe mora edhe shampo të shtrenjta, në Tigotaj mora kryesisht. Por kisha unë një shampo që më kishte dërguar një gocë. Më kishte dërguar nga Alpha Parf, se punonte një njeriu i vetë te Alpha Parf, më kishte dërguar disa produkte. Edhe ishte mes atyre dhe një shampo që unë e kisha lënë atje, se më ka dërguar kjo goca këto një 2 vjetan. E kisha lënë atje atë shampo, e kisha haruar në një sirtar. Edhe hapa atë sirtarin një ditë dhe thema prita provoj këtë shampo, sepse kjo marka Alpha Parf ka në përgjithësi produkte shumë të mira për flokët. E provoj unë atë shampo, më pëlqeu shumë. Ekstrem shumë. Edhe shkoj te Tigotaja, nuk isha shpresë se do i gjej këtë shampon, por e gjeta. Është kjo linja këtu e Alpha Parf. Ka shampo të ndryshme për tipologji floku të ndryshme, për përdorime të ndryshme. Il Salone Milano quhet dhe Legendary Collection. Unë mora keratin. Lyn murin me atë me përdorime të ndryshme. Unë mora keratin shampo, Repair and Reconstruction. Është diku te 8-9 euro, se pas tash. You are coming with me baby. Na. Amico, vieni. Kemi ndeshje Shqipëri-Serbi sot, kështu që nuk do bëj ato kungujt, do marrëm pica. Ndeshja shijohet me pica më mirë, kuptohet kjo gjë. Dhe kam parë në përgjithësi gjithë memet që dalën edhe të gjitha këto gjëra. Edhe dini çfarë, mendoj që ka erdhur koha diku të bëjmë paqe. E kuptoj pse kemi atë gjën me Serbin, sepse edhe ata nuk e se trajtojnë mirë, edhe duhet të filloj paqja nga të dyja palët. Po mirë do ishte dikur të arrinim të falnim, të vazhdonim në mënyrë paqësore, mendoj unë. Kjo bën mirë. Se sado, po ta mendoni urrejtja sjell urrejtje, nuk sjell gjëra të mira. Por nuk e di, ndiem që jemi shumë larg nga kjo si mentalitet, si ide akoma. Do ndrojmë do vesh pijamka të ri rehat tani, jashtu benat. Po e njëjta situatë. Ndiem që më kam pickuar kudo, ndiem që po më merr flak lëkura. Nuk po gjejmë ku ta shohëm. Buri tim po ik pella, ka vajtur të marr pica tani po është çmendur. Shqipëri. Unë mora pizza me patate. Jam këto patatet që ka edhe McDonald's si për pizzas. Unë edhe kalamaj 5 vjeç që marrëm të pizzën. Mbaroi 0-0 ndeshja dje, u zgënjyem pak. Gjithsesi Klajdi që kupton më mirë se unë thaj që Serbia ka skuadër të fortë, kështu që ne luajtëm shumë mirë. Nuk e di. Sot e diel, buri im e kishte vënë zilën të zëmi në orën 7, nuk u zgjuat se ri në orën 7. Klajdi u çua në orën 8:30, edhe është jashtë që po kor barra, me atë gjëneri që blevi nga Lidl. Unë them të përgatis kafe, po unë nuk e di pa i ka pirë kafe. Ta pyesim edhe Klajdin pa do kafe, edhe unë si ju thash, kam të pastroj mangat edhe shkallë. Kështu që sot programi ka pastrime. Unë shtije, sepse dikush do të këto. Të bukura udhëtimet, të bukura daljet, super bukur është të bredhësh këndë ande, por duhet dikur të mblidhesh e të bësh ato që ke për të bërë, të kryesh punët e tua. Ke pirë kafe? Jo. Do kafe? Po. Mbani mend që kisha marrë për masa të gabuara erën e fundit të kësaj kafes. Mendoja që kësaj era dhe i mora të mira, po unë isha pak më të madhe akoma këtë, domethënë diku këtu. Që i bie që prap kam gabuar te për masa. Hajde ni bëjmë Fredo espresso. Te kjo gota, sepse më pyesni gjithmonë ja u tregoj, te kjo gota. Do vej akull tani. Pura 4-5 akull këtu brenda. Do marrëm të fshfështkën. Edhe do ftofëm kafen me akullin. Këtu pastaj kam marrë gotën tjetër, gotën normale, këtu do e pi domethënë. Edhe këtu kemi akull. Shikoni sa akull të bukur që kam. Kam në formë trëndafili, kam në formë zemreje. Para se ta trazoja me akullin unë, duhet ta kisha trazuar me sheqerin. Po tani jam në përgjumësh. E nuk e di çfarë bëj. Do e fus tani, do e trazoj tani. U pa punë. Plus po bëj Fredo cappuccino, sepse kam përgatitur edhe qumshin. Kjo ka që ta bësh qumshin edhe të ftohtë e të ngrohtë. Kështu që unë e përgatita qumshin tim të ftohtë tani. Edhe është danë dhe i bëni në shtëpi dhe është super kollaj. Rata me pistake është shumë e mirë. Questo, vai.
pjesën jashtë, e jo të gjithën, se derisa të mbaroj klajti nuk mund të bëhet dot fundi. Dua të ve markuçin që të laj fshesat, për shembull që përdorën kovën. Dua të fshi edhe këtu pjesën sapo del nga kuzhina. Që kemi tavolinën njërin tjetrin që atë do i bëj në fund fare. Por po filloj me pjesën brenda, unë sepse edhe brenda nuk ka shumë mirë se jashtë. Edhe këtu qelbër është, duhet mbledhur tani. Shikoni, solli bëri një lulkë nga jashtë. Nga kopshti jonë edhe bëra te kjo bazoja e vockël kështu. Edhe lashte hyrja. So cute, beautiful and romantic. Ja, kaq mjafton. Edhe një lule nga kopshti, unë jam super okay. Është edhe tepër. Po shoh mos kemi rimanga edhe brenda në shtëpi, prandaj jam me kokën lart. Po përtoj shumë, por duhet ta bëj. Edhe dielli fort në kokë tani. Dhe jam si e trullosur. Pra do ngelemi me drek të shpejt, se kush do rit merre tani të bëj drek të mirë. Si e kaluat juve këta weekendin? Jam shkruani pak poshtë komente çfarë bëret juve, që të marr ndonjë ide të inspirohem ose të ngushëllohem, po e kemi kaluar një lloj. Jam shkruani pak poshtë komente. Arritur 2:30, e kemi filluar punët që në 9:30. Hiqni çerekori që isha në dush. Kam edhe lens. Po më dhem tepër shumë kurizi tani. Ndjem që do më thyet në mes, por duhet të thaj akoma pak flokët, se po nuk e thava, marrën një formë shumë të keqe. Berëm shumë punë të mirë, sepse beri klajti jashtë xic. Edhe unë bera balkonin jashtë, bera dritaret nga jashtë. Kam ngelur akoma ca dritare, por një njeri brenda një dite e kuptoni nuk mund ta bëj gjithë shtëpitë. Shtëpia brenda xic. Tani na kanë ngelur ca pjata për tu lar, po s'ka gjë më vonë. Dhe kjo që mora dje në Tigot Tangazifje provova sot se s'po më durojshe. Është fantastike. Kam frikë që do mbaroj shpejt. Pastron direkt, ka një aromë që më kujton baby. Nuk e di pse. Më kujton diçka baby, o letra të lagura baby, o panolina baby, o ndonjë krem baby, nuk e di, më kujton bebera që ka kjo këtu. E përdora vetëm në kuzhinë, dua ta provoj edhe në xhama. Jam e kputur e me vdekur. Klajti po mëson të e kuros pantallonat e veta, se kur mos jem unë, dikur, mund t'i ik dikur, unë para teje, kush do të t'i e kuros? Pse e vim të vdekja? Sepse duhet të dish të bësh për vete. Se po më thoshte, e ke kapur keq, e ke kapur kështu. Jep. Ka njerëz që e djegën në parë. Vetëm në filmat digjen robat për herën e parë. E bezdi pjesat të kama tjetër, si ba? Uguale. Shife, kjo është pjesa që baron, kjo është pjesa që bare ti. Dy viza ke. Po, shife këtu, si ke? Katër. Mere një bluz tani, që është më kollaj bluza. Ta fus ka kështu? Jo, lart, normalisht, lart. Aja, aty, vetëm engër. Shumë pafsha gjithmonë o zot inshallah. Si ka mund si tërdi busqeshja tani? Po bërë diçka për veten tende, më bëj qefi. Që të di që pos jam unë din të sillesh. Kjo është një gjë që do duhet ta di para se të jetosh vetë në një shtëpi ta bësh. Për çfarë marrë? Mund të duhet ta mbash. Alma. Tani palose. Ashtu avash ti heqësh rrudhat me dorë. Do, më pëlqen çfarë stirare. E dini qarë, erdi ora. Mjaft e lash aty. E pash, qarë ka t'i shofësh me? Unë që jam si guguzhet, më duket shumë e madhe. U do e ve unë pastaj, duhet ta le në tokë, si këve. Nuk e nxerë do të vetë. Nxerë ti gjitha i bajnë. Taran! So cute! Po gjithë këto gjërat e tjera tani. Ka një furçe për pastrim supozoj. Nuk e keni den se ore këtë pjesën tani që duhet të rritë lexoj, që të kuptoj si funksionon. Por duhet t'i laj si fillim. Pse më ka që excited nuk e di, po më duket gjave e mirë në botë. Blesha mita në supermarket, në të shpifura, kjo ka qe fantastike. Bërëm një tani vetëm me mollë me karota, e tani do bëjmë mollë karota edhe celery. Shumë e mirë. Është e mirë me celery apo më e mirë pa celery? Jo, e mirë, nuk jam bezdi.
E ndjej shijen e selerit edhe kam shumë bezdi. Nuk ndihet shumë. Dua të pi 7 gota të tjera. Ama ndo kuantitet frutash, e? Shifni, nga kjo ana ka nxjerrë të gjitha ato të frutave. Ndërsa këtu nxjerrte vetëm lengun. Halli është që kjo për të pastruar tani. Çfarë po bën tani? Eksperimentet e mia. Kjo që bërë Klajdi me këto çaj quajnë këto pjeshkat. Nuk janë pjeshka, që janë? Albikoke. Doli si gel. Nëse rregullovi pak molla, sa është pak e idhët. Se s'ni cenki bukur, seduto. Kusmi ka to veskat e bukura po pret në stanketino. Zampa, l'altra. Bravo! Ta vesh, ta montosh, ta përdorësh, ta çmontosh, ta lash, ta rimontosh, ta, do punë, Tani nuk e di si do e bëj, do e le këtu. Domethënë ta ve ande ku në dolla, nuk e di si do e bëj. Plus çfarë porositëm? McDonald's. Zgjodhëm të shohim këtë filmin. Klajdi e ka parë, më thotë shumë i bukur, unë mbase e kam parë po se mbaj mend. Ndërkohë njerëz pastroj gjithë ditën njërin tjetrën, por u mui ngeli këtu. Ajo pica e shkret ka që dje atje, se nuk e mbarova. Ky hekuri po pres të tofet pa ta çoj në vura edhe një lavatrice. E prapë si me kënaqur nga sa gjëra kam bërë sot, më duket se kur prapë kam bërë pak, edhe pse nuk është fare e vërtet. Erdhi me kokën që dje që po them që do bëj ato zucchini, edhe që dje po ha veç budalla lishe. Erdhi me Hajde ti çu ke marr. Po. Mirë, më drek nga dita tjetër, nuk është mëngjes, është drek. Jam zgjuar, piva kafe, vajtam palestër, sapo ktheva e fillova të gatuaj. Do bëj grur sot, se kam shumë kohë që nuk po bëj grur, t'ju them të vërtetën. Po mundojmë t'i bëj shpejt se në orën 1:30 do vijë një hidraulik që kontrollon kaldan. Kaldaja është ajo gjëja që nxjerr ujin e ngrohtë, edhe që jep ngrohtësi termove, diçka e tillë. Duhet të vijë një herë në vit, bëj kontroll të jap firmën që çdo gjë është në norma, në rregull, sepse ajo është gaz më duket. Para se të vija i duhet kemi ngrënë, kemi larë pjata të duket shtëpia në rregull. Po flisja tani me motrën time në telefon sepse djena u fejua kushuri rajon, edhe jam shumë happy për atë, shumë e lumtur, e motra ishte, e po më thoshte që ja kaluan shumë bukur, edhe shumë gëzova. Jam edhe pak sad që jam emigrante dhe duhet gjithmonë t'i humb të gjitha këto gjërat e bukura, dreqi që ta haj. Kam marrë malli të shkoj në dasëm fshatin. Më pëlqejnë dasmat e fshatit, ato që bën valle një javë aty, që lodhesh bësh telefe kur arrin weekendi që është dasmat edhe ngjan 90%. Por është shumë gjë e bukur, edhe është një traditë shumë e bukur, shumë më pëlqen. Do ta marr monusen korçare. Gati, buon appetit. Edhe ai bukurosh aty po han. O Lulusi, po han ti. Nuk ta merr njëri të keqen plaka, jo. Di là, Iku buri huj, më bëra në dush, e tani duhet të mblej luan lajkun tim këtu. E që thoni, vjen hapa ty kaldajin, 4 vite ish. E kontrollon thot shumë mirë. Vjen aty një firë edhe merr 100 euro. 20 minuta punë. Ikëm boti. Unë më shumë si kam gabuar profesion. Hidraulik duhet të kisha bërë. 20 minuta 100 euro. 100 euro. Edhe që këm kërkullovi e zet, thjesht erdhi të bëj një kontroll. Por ju thosha që lekët ikën kote. Sot dërgon orën 5 duhet Klajdi të çojë milon të veterinerit. Lekët e tjera, në përgjithësi, nuk e di këtë periudhë si puna ikën lekët. Fluturojnë. Ashtu si shëndeti i mendor. Tani me vapën duhet të gjej një metodë alternative. Duhet të filloj të rikthej kaçurelat që kisha në fëmijërinë time, që mos kem nevojë të vë fare nxehtësi. Por si bëhet kjo? Supozoj është një procedurë shumë e gjatë, vitesh. Do luajmë edhe pak, duke qenë që tani duhet të filmoj një unboxing që do shihni në një video tjetër. Por këto bashkëpunimet njëri filmoj që t'i dërgoj për aprovim, kur ata të më aprovojnë atëherë mundem ta bëj si insert te vlogu im. Edhe sot kam deadline. Sot ora 12 të darkës është deadline për këtë kolabin, dhe unë thjesht nuk e kam edituar, por as nuk e kam filmuar. Kështu që këtë do bëj tani. I bëri vaksinën beloja ime. Edhe bën shumë vap, e nuk po dërën dot vapën. Duhet të qet veshkat Lushi. Krup. Je ti edhe pakot e Angelës atë. Jo, janë pakot e Angelës e unë. Si ishte Lushja? Kishte frikë? Shumë. E mbajte ti kur po ja bënte gjylpara? Dihet që mbaj. Ja kontrollovi dhe MK-t. Edhe veshët i bana me kontrollu. I ure edhe koton flok e tha e ka të pastër, nuk ka si gjatë e veshët. Don të skojmë të t'i qetë veskat, i bukur i ime. Kontrollovi, po kishte krimba, po nuk kishte Milo, ishte Nxit. perfekt, nxit. Pastaj pa, Milo, ke ba 6 vjeç. Madonna bur. Inshallah arrin 20 Lushja ime. Të ris me neve për gjithmonë të ris. Sa do bëjmë pa ty? Luluzi ime bello. Do ikim të marrëm akullore soft jogurt, kos të ftohtë me Nutella. Ciao Aeroplaneto. Është fiksimi im i radhës soft jogurt
jogurti. Mundem ta ha çdo ditë. Kjo është shija e jetës. Komshiu jon përballë ka lyer shtëpinë sot. Gjithë pallatin nga jashtë e ka bërë të bardhë, sa bukur që duket. Edhe unë do desha ta kishim lyer kur e lëvëm shtëpinë nga jashtë të bardhë, por nuk mundem sepse jemi në pallat me 3 veta e duhet ta luajnë të gjithë të bardhë. E duhet marrësh leje nga komuna, e duhet të paguash. Edhe. Informacioni i paduhur i ditës. U kthyem në shtëpinë e ai dy stërvit. Unë është të bëj një sallatë ftohtë të mirë me proteinka me të gjitha të mirat e botës. Look at this beauty. Kam vënë kastraveca, domate, avokado, vezë, feta edhe qiqra. Qa pjate? Kjo super protein. Wow. Shumë nice. Freskët, a shishme. Edhe dim çfarë, ku këtu do i mbyll sepse realisht nuk kam çfarë tjetër t'ju tregoj. It is what it is. Kështu që ne do shifemi si gjithmonë te video radhës.